Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është ndalur nga gazetarët para se të futej në kuvent dhe u pyet për lëvizjen e ish-deputetit të Partisë Demokratike Ervin Saliani me Demokratët. Berisha ka cilësuar agent personale të Salianit dhe nuk i kurseu kritikat ndaj tij pas takimit me strukturat e Partisë Demokratike në Durrës, ku kërkoi rifreskimin e partisë. Berisha tha se struktura e Partisë Demokratike në Durrës nuk ju përgjigj Salianit. Është një antar kryesie i cili ka një agent personale, i uroj ta vazhdoj sa të ketë qef. Po për demokratët e tjerë. Një minutë. Edhe një herë. Nuk ka asnjë kandidati Lirali Mehmeti. Një minutë. Tani më tha kështu e para. E dyta. Është një antar kryesie i cili është i kooptuar në kryesi, i cili në asnjë mbledhje kryesie s'ka shtruar asnjë nga këto probleme, pra ndjek, i cili ka një zonë në kombinat i ngarkuar për analizë dhe për të gjitha, dhe këto ai do të ketë agent personale, ta vazhdoj gjërë në fund. Se çfarë ishte salla, atë di unë i përgëzoj strukturat e Durrësit që nuk u mashtruan nga një takim me agent strikt private. Pra ju e quani këtë që po bën zoti Saliani? Urdhë? Ju e quani mashtrim këtë që po bën zoti Saliani? Agent të deklarosh se militanti i demokrat nuk ndigjohet, nuk ka mashtrim më të madh, mbasi para jush dhe gjithë shqiptarëve, këto 4 vite militanti demokrat ka votuar sa kur në ekzistencën e tij. Dhe vota është mënyra më mirë e ndigjimit. Pra, të ndjekësh një agent personale është një zgjedhje të cilën unë s'kam asnjë kundërshtim. Si sfiduar ndiheni? Unë i sfiduar? Mos e pyet. Urdhoni? Apo ndjek të njëjtën rrugë si ju në 2021? Ai po ndjek një agent personale dhe kaq. Të vazhdoj me agendën e tij personale. Ajo edhe një i përgëzoj antarët dhe demokratët e Durrësit, të cilët e braktisën, i përgëzoj. Aty ishin, jo, ata çfarë ishte, u them unë ju. Ishin një grup të pakënaqurish sepse nuk u futën në listat për deputet dhe kishte tjerë që punuan për Partinë Socialiste, ç'është e vërteta, dhe kanë frikë analizën që do bëhet.